A ke siguritas se makinë private, shofer privat kështu me të shoqëruar me cilën me të ashtu? Ja, s'kam ka një shoq jam shëtit. Domethënë, shoferi jot privat, siguria jote fizike është vetëm shoqja jote. Po. Si deputet. Si deputet. Pra domethënë Po të rrezikshëm janë këto, duhet më ruajt. Valla, a ndjesh i rrezikuar ti pa siguritas, pa shofer, pa makinë shtetërore? Jo. Se je deputet o valla, je njëri më S'ka nevojë. Tendra ke marrë ndonjëherë kështu për me ndërtu diçka, me punu diçka, me shtru në rruga? Jo. Presëm me qelfirme. S'ke marrë asnjëherë. Skënder, atë ka ndalu ndonjëherë policia ty pa e ditë se je detektiv për në shkelje të rregullores që mund ta kesh bë. Po. Çka ka qenë ndoshta veprimi i tyre apo joti? Ne thuj të dyja. Besoj polistri, s'm kanë njoft fytyrën e shqiptarit në kert të madh. Të kontrollojnë. Tani kur tin shumë thellë kontrolla, Çfarë ke revozit deputeti i MSG-s në Gjenevë? një Porsche. Porsche. Edhe të kanal policia, se ke hy keq diçka apo çka ke Jo, bë? kontroll Rutin. Po. Çka ka qenë përgjigja apo muhabeti mes jush? S'ka zgjat shumë. I ke thonë, i ke dërgu dokumentin Jo, apo? kur e kanë shtyp emrin tim e kanë po. Pa e thonë diçka. Po normal, nëse folin, nuk të pengojnë në punë. Okej. E pastaj çfarë thanë ata? Kalofsh mirë, shef. Po të kontrollojmë shef, Shiko. Interesant, me pakon Kosovë kishën thonë, unë jam nipi i filonit e shoku i ministrit, djali i presidentit e vlla. Mos kjo se ka fol heq vlla. Realisht për me dalë Kosova edhe Shqipëria prej krize, po ta them me sinqeritetin më të madh, duhet me u kthy njerëz prej diaspore me morat vendor. Edhe pse nuk na lanë. Nuk të lojnë. Ose të lojnë, po të fusin sistem të tyre. Po. Me të bosi vetën. Edhe shumë shpejt borë si ata. Shkon me bindje Zvicrani, kthesh me bindje politikani shqiptar. Mos harro, Skënder, ti mund është nese me marrë një ofertë si ministrëve, po të bëj kur ti qesin tavolina ato lejlat. Stivat e lejlave, shkash, sënë që shtu shkujnë vlo, e mrapa nuk digjo, shka më bo. Thirë ty në pes. Nuk Qa po bojnë altin? Ka pëjtuajna. Ka pëj menaxhuajna, ka pëj investuajna, qa po bojna. Interesant është marrë Është interesant. Se shkon me mendje, vëllo, rritesh në kulturë zvicrane, shkon me integritet, shkon me mendje atje, për me bo Kosovën e mirë, fjalla, bina por Shqipërinë e mirë. Deri në moment me kufer me veti. Për që ato të na thujnë, shka zblet me pare, blet me ma shumë pare.